Të gjithëve, mirë se vini në review në radhës. Sot kemi këtë BMW X5 F15 M50D dhe shohim bashkë. Si që thash, kjo është e 2015-ës, është versioni M50D, diset i ka më versionit më të rritë ndrume, frenat i ka më të mëdha, duke qenë se është M50D-ja, nuk i ka sa standardja, me disi i zeqe, dritat i ka LED inteligjente kështu adaptive. Ky versioni F15 është shumë i bukur, sidomos kur është M ose me paketë M, dhe me qenë thjesht me paketë M, i jep pamje më të bukur. Këto kanë to dy marmitat mrapa që i kanë ndryshe nga standardet, nuk i ka kështu tek toll. Që e ka më në deri te vëmë vetë kjo se M50D se ka kështu më tamam. Për SUV është ndër më të bukurat e kohës. M50D-ja, për kuriozitet këtu, te kjo tjeret e kanë komplet plastike, kurse kjo ka radiator. E ka të hap me këtu poshtë. Tani të shohim edhe motorin. M performance. Kjo është ajo që bëhet veçantë nga X5-at e tjera. Kjo është motorin N57, po është me 3 turbo, edhe ka 381 kuaj fuqi edhe 740 Nm/m tork. Krahasu me 30 QD, që ka 245, 40 QD ka 313, kjo ka 381. 30 QD është me turbo, 40 QD me 2, kurse kjo është me 3 turbo. Te versioni i ri është bërë me 4 turbo dhe 400 kuaj. Kjo është shumë motor i fuqishëm, por motor nafte ndër më të mirët. Se 3.6 piston shlinjësh me fuqi më shumë se V8 naftë që ka pas në atë kohë Audi, Porsche. Ne të shohim edhe interiorin. Që në fillim, kjo është komplet tapiceri me qepje. Ka bokset Bang & Olufsen. Sediljet i ka me lëvizje në 100 lloj drejtimesh, me fryrje këto ansoret, këtu lëvizje elektrike kësaj pjesës poshtë komve, edhe këto kokave për thyen, timonin elektrik edhe me ngroje. Ka këtë pjesën e bukur të Twitterit Bang & Olufsen që ngrihet kur e nez makinën. Crosscoatin e ka 3D, se kanë pas gjitha kështu, ka qenë opsionale. Komplet është me qepje, edhe poshtë edhe pjesa lart anash komplet. Shumë ngjyrë bukur kjo kafja e errët. Se dita që si e ka macchiato beige, si mund ta ketë emrin. Kjo është panoramike, lart është komplet alcantara. Levën e marshit e ka nga këto elektroniket që shkon në vend lëviz. Kjo është hill descent control, kur zbret poshtë me ta mbajt me frena vetë makinën. Auto holdi, frenat e dorës, tu zgjedh comfort sport, traction control, control stabiliteti off. Tu pasaj kontrollo iDrive-in me këto butona, te ka dhe me touch te lart. Sendiljet me ngroje, jo vetëm opsion që i mungo kësaj ishte sendiljet me ftoje, klima me 3 zona, 2 para dhe mrapa, shumë cilësore si kabin. Kjo është me cruise control, lane keep assist, distronic, gjitha i ka. Pedalet plus minus në 2 krahët. Pastaj ke këto butonat normal për volumin audion, edhe tu ke limitatorit e distronikut. Kjo është me gjitha këto sigurisë, me collision warning e gjitha këto s'lemu përplasë se kur deli këmësori gjo përpara, kjo të freno vetë. Tani ta shohim edhe mrapa. Dyert me thithje. Mrapa është me perde, me dorë vetë që i bo. Ka dhe këto monitorat, rear entertainment që e kanë pas të opcion. Hapësirë ka sa të dush. Ka vend plot, edhe pse është panoramike, ka vend sa të dush. Me sendilje me ngroje, edhe klima që është e pavare për të kontrollu vetë. Tu ke telekomandën për televizorët. Tu ke cup holders. Shumë makinë komfort, shumë makinë e rehatshme. Është edhe me LED, me shiritat që i ndrojnë ngjyrat komplet.
Tash ta morim për i Giro Express-ën. Kjo është edhe me head-up display. Sa dola nga Range Rover edhe kjo është pak më poshtë, më sportive. Range Rover shko si vark në përkthesa, ka badiroll. Kjo ka shumë më pak, si makinë e vogël në krahasim. Qa ka bo BMW-ja, ka bo 381 kuaj edhe 740 Nm tork nga i motor 3 mish, 6 piston naft. Do më thonë, krahasoje Porsche-in Cayenne 4.2 që shtatën e vjetër 4.2 u duhet motor 4.2 për të prodhu njëtën fuqi, V8 biturbo, kurse BMW-ja me 3 mish 6 piston shëndi ja arrit me prodhu njëtën fuqi. Pastaj kur është bo versioni me 4 turbo, ai është 400 kuaj, akoma më i fuqishëm. Shumë makinë e mirë, shumë mjet. Kamion ZF 8 marshe, ka këto driving modes, Eco Pro, Sport Plusi, e ndro dhe këta ekrani. I ma gjirët. Ja, kështu tërheq goxha kjo. Është e 2 shez në fakt tu. Po është bish, për motor 3 mish naft. Super bish. Kjo është për dikoj që doj makinë familjare, po nuk e do atë thjeshtën 3 mishe 30 HD, po do pak dhe performance, po nuk do Memory Space më tamam, se ajo për përgjithshmëri me atë konsum që ka, s'është më shumë, se ma gjirët. Shumë e shpejt, përgjigjet shumë, edhe motor nafte, po nga që ka 3 turbo, nuk ka turbo lag, se një ka të vogël futet në gjirët ulta. Shumë e shpejt, edhe e rehatshme. Thash se dë ishte, unë te kom provu dhe herë tjetër, po thash se dë ishte më e fortë, krahasu me Range-in që është i butë. Edhe frenat i ka të mira, ka gjë ato ferrota para. Dhaja. Se këto versionet më i kanë më të forta. Shumë e mirë, edhe në kthesa shumë e mirë. Po dhe këte zhurmë të lezetshme kështu kur është Sport Plus. Shumë zhurmë e bukur. Kësaj vetëm se ndilet me ftoje që i mungojnë, gjë tjetër s'ka. Këto bokset Bang & Olufsen super audio. Bang & Olufsen mund tjetë ndër sistemet më të mira të audios që është bona e herë. Ka ato pjesë të aluminit tu. Gjithçka, çdo gjë me qepje, lëkurë komplet ose dru. Kjo e ka piano black. Kjo tapiceria kafe errët, shumë e bukur. E çon komfort shif me imi Giro li. Ka aq shumë tork sa hes me imi Giro. S'harxho fare, është shumë e mirë, shumë e mirë. Ky motor është përdorur edhe te X6-a. Është përdorur edhe te seria 5 F10-a. Edhe të seria 7, fakt F01 750 LD. Se dja ka pas edhe D, për LD të sigur të di që ka pas. Ato shumë mirë janë. Po, perfekt. Shumë e shajnë BMW-n. E kritikojnë jo problematike, jo të lënë rrugë. Okej, edhe unë vetë e kritikoj atë timen. Jo se du të shaj BMW-na, të mëroj benzina, se cila makinë ka ato të vetat. Edhe kryesisht, po i majtë e mirë, mundësia është që më pak probleme t'japin, edhe pse disa t'japin më shumë se tjerat. Po, kur vjen punat të motorat, të performanca, asnjë s'mund t'a shaje do të BMW-n. Nuk mund t'a shaje se
prodhon motorat më të mirë në botë. Nuk e që e thu. Për fuqi, nuk bo as i produs makinas motora më të mirë se BMW. Ka bo motora ma aspirim, më të fuqishëm se që kanë pas konkurentat me supercharged. Ka bo motora trash naft, 6 pistonsh, më të fuqishëm se që kanë tjere të vëtetat. Edhe trash benzin që bo tash në linjë, prap më të fuqishme se që kanë tjere të vëtetat. Është e veçantë, nuk ke që e thu. BMW është nivel tjetër. Me trekonshëm pasyrë, se harrova ma e përmen, normalisht. Kjo e ka të gjitha, është makinë që ke çdo gjote kjo. Tani për ta mbyllur edhe videon, kjo X-Pace M50D më ka habit pozitivisht. Është makinë që i tik gjitha ato kutijat. E ka edhe pamjen të bukur edhe është pak më sportive se standardet. Dhe bolç me ka hapësirë për familje, për fëmijë edhe bagazhe. Ka performancën se ka mbi 380 kuaj edhe tork mbi 700 Nm/m edhe ecën kur do për tec. Konsumi nuk e ka të lartë, se në fund ditës motor 3 mish është 6 pistonç naft. Do me thonë, opsionet pastaj edhe kualitetin edhe build quality ka mirë, ka lëkurë të mirë, napa edhe nuk ka shumë plastika. Modelet e reja më keq janë, nuk është se ka duke u përmirësu cilësia në fakt. Si çmim nuk janë fort lirë, po fal makinave koreane i merr edhe me çmime më të lira, se në Europë të bën mbi 30.000 euro, në Kore 20 ose më pak në herë. Mos harroni të bëni subscribe nëse s'keni bo, po shkojmë gati 10.000. Ju përshëndes, shpresoj të ketë pëlqyer video dhe shifojmë videon e radhës.